Mirdita. Sa I takon të paktën kështu si Ministri I Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, por natyrisht angazhimin tim politik, shqyqyr që ka male dhe qarku I Tiranës, sepse kryeministri nuk po na lë të marrim frymë, që ti biem vendit anë mban me gjithë reformat dhe paketat dhe gjithë punët e mira që po bëjmë në funksion të ekonomisë. Dhe jam shumë I lumtur që jam këtu me ju sot për të çelur këtë takim sa I takon paketës maleve. Më duket sikur kam jo një vit, po një muaj në detyrë nga ritmi I kryeministrit dhe nga presioni pozitiv që ditën e parë për paketën e maleve, pra që ditën e parë që ka marrë detyrën ka qenë ku është ligji special për tokat e të parëve, ku është ligji do bëjt mundur që të kthejmë diasporën, ku është ligji që të bëjt mundur që të gjithë ata që kanë një dëshirë të tillë të investojnë aty ku kanë zemrën. Dhe ky shqetësim nis në fakt nga asetet e fjetura, ato shtet ose pazot në shumë zona qarqe, kryesisht në zonat rurale dhe kryesisht në zona ku ka një posedim faktik, ku ka një lidhje me traditën, ku ka një histori të përdorimit pronës apo të njohjes, të trashëgimisë të mirënjohur edhe nga banorët e tjerë të pronës, nga shumë individ, qytetar, familje, por ato janë pa letra. Dhe këtu duhet të theksoj se kush na çon tek si themi vullneti për të pasur një zgjidhje edhe më të shpejtë, bazuar në shembullin shumë të mirë të kontratës me €1 për asetet publike që vetëm nga viti 2016 e këtej kanë gjeneruar mbi 5 miliard euro në ekonominë shqiptare në investime nga privat dhe mbi 35.000 vende pune. Brenda 2030-s këto vende pune duam të shtojmë dhe me 30.000 tjera. Natyrisht që kuptohet, sytë tona sot janë ke ekonomia maleve, pse jo, edhe ajo e pyjeve, ka shumë shtete dhe vende që gjenerojnë ekonomi shumë të fortë, edhe nga përpunimi I drurit, duhet mos kemi komplekse sa I takon drurit, pyjeve, nuk flitet për të prerë pyje, flitet për të përpunuar, për të rritur, dhe kur ato plaken, për të shfrytzuar ato për të mira në ekonomi, për vlerë të shtuar në ekonominë e vendit. Ne në këtë aspekt jemi shumë brapa. Gjithashtu për ti dhe një alternativë ekonomisë asaj që kemi kryesorën, që është turizmi bregdetar dhe që është nxitësi kryesor I rritjes ekonomike në vend në vitet e fundit, duke e çuar turizmin e aventurës tashmë përtej brigjeve të detit dhe duke shkuar në zona që janë më natyrisht më të thella në kuptimin e dhe largësisë nga zonat urbane dhe të mungesës së zhvillimit, por që nuk janë larg, që janë në një distancë shumë të arritshme në Shqipëri, pra ku qytetet, zonat urbane, zona që ne I kemi shumë zhvilluar, I kemi pranë. Ne kemi diell 9 deri në 10 muaj në vit, jo vetëm 3-4, dhe ky është një potencial që ne duhet ta shfrytëzojmë për një eksperiencë edhe më të fortë pra rurale, për një eksperiencë më të fortë turistike të gjithë shfrytëzimit të mikpritjes shqiptare, të shfrytëzimit të gjitha potencialeve tona natyrore, të zonave tona të mbrojtura, ku do të kujdesemi me shumë planifikim dhe me shumë vëmendje që t'ja urisim vlerën dhe jo t'i rrezikojmë nga asnjë prej zhvillimeve për të cilat po flasim. Ku itineraret egzotike të një Shqipërie unike bëhen edhe më të veçanta, bëhen dhe më tërheqëse, ku nxitja për kthimin e diasporës që I ka braktisur këto zona gjithë këto vite nga mungesa e mundësive, siç e tham, është shumë e mundshme tani. Këto zona kanë një potencial ekonomik shumë të fortë, siç e tham, ka një potencial shumë fort për punësim, për të rritur turizmin, për tregti, për investime, që nuk mund të çlirohen dot nëse ne do të prisnim një proces gradual të zgjidhjes së çështjes së titujve të pronësisë. Ne trashëguam një kadastër pa harta, pa regjistrime, me regjistra të djegur, me arkiva të shkalafitur, pronat masakruara, me mbivendosje, me krime, pse jo, shpesh me krime të rënda që lidhen edhe me bëmat e komisioneve të kthimit të pronave në shumë prej zonave. Këto të gjitha duan jo vetëm fonde, por duan dhe shumë kohë të gjatë për të sistemuar dhe për të ndrequr në tërë vendin. I gjetëm pa sisteme, me militant, pa kontroll, me pasoja sociale dhe ligjore të jashtëzakonshme, dhe këto do duan në vetvete vite të tjera që të futen në shina.
Natyrisht, mungon besimi dhe sot. Njerëzit prap thonë, zyrat e shtetit prap do na bëjnë lëmsh. Si do ja bëjmë me pjesën e procedurës? Dhe këtu Arbi sot do na ndihmojë për pjesën procedurale të instrumentave dhe të mundësive që ligji special i paketës maleve na jep për ta kuptuar më mirë se cilat janë mundësitë dhe cila është rruga për ta bërë edhe më të thjeshtë pra mundësinë për zhvillim dhe për investim në këto zona. Ligji tashmë na jep këto zgjidhje. Tani na takon neve, juve këtu që jeni, kryetarët e bashkive, kryetarët e këtyre entiteteve pra administrative në zonat për cilat ne po flasim, i takon qytetarëve që të interesohen të aplikojnë dhe të ecim gjithë bashku për jetëzimin e projekteve dhe japim paketës maleve sukses plot, duke i marrë asaj çdo avantazh që ajo na jep për të krijuar atë mundësi pra të shtuar në raport me këto zona dhe në raport me atë që ekonomia jonë ka shumë nevojë, si në aspektin e zhvillimit të investime, por dhe në aspektin e kthimit të njerëzve të forcës punëtore dhe të rigjallërimit të gjithë këtyre zonave në funksion, siç e thash, edhe turizmit, por edhe të shumë aktiviteteve të tjera. Spari, shumë faleminderit gjithëve që mbledhni për diskutuar një ndër ndoshta gjërat më interesante në raport me zhvillimin e turizmit, po jo vetëm turizmit në zonat malore. Do të fillimisht ndaja 2-3 numra që besoj që janë interesante. Spari vitin që kaloi në Shqipërinë vizituan, kjo është një çështje që kemi diskutuar 12 milion turistë, të cilët shpenzuan më shumë se 5 milion euro në të ardhurat në Shqipëri. Prej tyre 30% u shpenzuan për restorante, bare, pra për pjesën e kulinerisë. 35% u shpenzuan në hoteleri, 20% shkuan për shpenzime kryesisht bujqësore, përqind e miliard. 5.5 miliard. Më falni, 5.5 miliard, 20% për bujqësi dhe 15% transport. Turizmi ka qenë një ndër ato elemente e cila ka mundësuar që të ardhurat që nga turizmi janë shpërndarë në mënyrë shumë demokratike, shumë kapilare në gjithë ekonominë shqiptare. Por teksa janë shpërndarë në mënyrë kapilare në ekonomi, nuk janë shpërndarë detyrimisht në mënyrë kapilare në gjeografi. Një pjesë e madhe këtyre parave janë shpenzuar në zonën perëndimore afër detit, dhe kryeministri ka pasur vazhdimisht një kërkesë që gjejmë të hapim mënyrën se si ky turizëm dhe këto të ardhurat të lëvizin në drejtim të maleve dhe në zonën më të mëdha, më të gjerë dhe më të madhe të Shqipërisë. Do jap 2 numra prapë që besoj interesante për çështje. Himara i ka sot të ardhurat e veta për frym si bashki 72.000 lekë për banor. Kavaja, gjithashtu në Bregdet, i ka 24.000 lekë për banor. Ndërkohë që zonat malore, si për shembull Mati, i ka 5.000 lekë për banor, Fusharzi 4.000 lekë dhe Puka 4.000 lekë. Që thotë, është e qartë dhe nga të ardhurat e veta që një pjesë e madhe e të ardhurave që vinë dhe nga turizmi janë të përshëndruar në zonën pranë Bregdetit. Ndaj paketa e maleve synon të zgjidhë një seri probleme që kanë të bëjnë me mundësinë për zhvilluar, mundësinë për të investuar dhe veçanërisht problemin që banorët e këtyre zonave kanë në lidhje me çështjen e pronësisë mbi territorin. Do shpjegoj shkurtimisht procedurën, se besoj se është një gjë e cila ndihmon gjithë qytetarët, po dhe kryetarët e bashkive që janë prezent. Si fillim, çdo bashki e cila ka një zonë malore ka të drejtën të propozojë shpalljen e një zone si zonë zhvillimore me prioritare, zonë zhvillimi. Këtë bashkia e bën bazuar në vlerësimin e saj për territorin më të mirë që mund, ose territoret e ndryshme brenda bashkisë mund të marrin këtë status. Më pas ky status pasi verifikohet, kalon me vendim Këshillit të Ministrave duke i dhënë një zonë të caktuar këtë status posaçëm. Më pas çdo person i cili brenda kësaj zone ka një territor të cilin ai posedon apo e ka me pronësi dhe kërkon të zhvillojë brenda kësaj zone, i bën kërkesë bashkisë për të marrë statusin e poseduesit jo pronar. Që thotë është një person që unë e kam këtë pronën, e posedoj, po nuk jam pronar. Bashkia bën një seri verifikimesh në raport me sa është ky person ka lidhje me këtë pronën, ka është pronë familjare, është pronë historike, çfarë thon fqinjet për këtë situatë, brenda një periudhe 30 ditore. Më pas bën një shpallje për dhënien e statusit ndaj këtij personi. Kjo shpallje zgjat për 45 ditë dhe nëse një person ka një shqetësim në raport me këtë çështje, ai mund ta thotë që un kam një shqetësim, jo jam unë pronar apo ka një çështje që ka të bëjë me pronësinë e këtij dokumenti, në atë moment procesi ndalohet dhe rikthehet prapë për të pasur mundësi derisa të zgjidhet ky problem. Nëse kalohet dhe kjo fazë,
Më pas në këto kushte bashkia merr një vendim, vendim Këshillit Bashkiak, për t'i dhënë këtij personi statusin e poseduesit të pronar. Me këtë status në dorë, personi shkon pranë Këshillit Kombëtar të Territorit dhe merr lejen e zhvillimit për të ndërtuar një objekt. Me lejen e zhvillimit të marrë, pra ku ka brenda logjikën dhe idenë e çfarë është gjëja që do të zhvilloj, më pas bëhet regjistrimi i këtij statusi në ASHK dhe jepet mundësia që të ketë dhe një dokument që e vërteton këtë status të posaçëm të këtij personi. Dhe pasi ka marrë lejen e zhvillimit, i lindë drejta të shkojë pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe të kërkojë të drejtën për ta blerë me 1 euro këtë pronë dhe të bëhet pronar i mirëfillt i kësaj prone. Dhe me lejen e zhvillimit dhe me dokumentin e blerjes, ai ka mundësi me pronësisë, ka mundësi të bëhet pronar, të marrë lejen e ndërtimit dhe të vijojë më pas me potencialin e zhvillimit. Në thelb ky ushtrim na zgjidh një problem sistematik të pronave në një pjesë të madhe të zonave malore, duke dhënë mundësi njerëzve, qytetarëve që janë pronar të mirëfillt praktik dhe në faktik të këtyre territoreve, të bëhen personat që nxisin zhvillimin në këtë territor, duke krijuar pikërisht atë qëllim që patëm kur e nisëm diskutimin, çuarjen e turizmit drejt zonave malore dhe shpërndarjen e këtyre të ardhurve që po vinë dhe do vinë nga turizmi drejt zonave malore. Gjithashtu, për 500 aplikantët e parë në këtë proces, paketa e maleve ofron dhe një seri avantazhesh financiare, pra taksën e ndihmës infrastrukturë, taksën e pasurisë palujshme, TVSH-n, tatimin mbi të ardhurat, gjitha këto për këto 500 aplikantë e parë në këtë proces do jenë të liruar dhe nga këto taksa, duke incentivuar dhe më tej mundësinë që të zhvillohet eksaktësisht në ky lloj turizmi dhe ky lloj zhvillimi në zonat malore. Kështu ky ishte pak a shumë e shpjeguar paketa, sigurisht ne kemi edhe një seri dokumentash të shkruar që ta bëjmë këtë gjë dhe më të qartë. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit edhe në radhë parë falenderoj familjen Hysaj për mikpritjen këtu. Është një nga pikat e bukura të zhvillimit të agroturizmit, edhe sa herë që vi përveç kënaqësisë mikpritjes shumë njerëzore, shoh edhe ndryshime që e përmirësojnë edhe e zhvillojnë më tej këtë territor në respekt plot të natyrës, edhe madje në shfrytëzimin e natyrës së mbrojtur për të rritur edhe vlerën e ofertës që kjo pikë e rëndësishme e zhvillimit të agroturizmit në qarkun e Shkodrës ka. Ne sot këtu jemi për të dhënë disa informacione më konkrete lidhur me një ligj tani më, një nisëm e këtyre në ligj me emrin paketa e maleve, që është një ligj i cili synon, dhe unë besoj që ja del, të kapërcej pengesat e panumërta dhe një vonesë historike në zhvillimin e pronës në territoret malore dhe posaçërisht në ato territore ku pronarët e ligjshëm, pronarët me zakon, me drejt, nuk e kanë pranuar 7501 dhe kanë këmbgulur që toka t'ju njihet e ndarë siç ata janë dakordsuar me njëri tjetrin, duke u kthyer praktikisht në kufit e paracaktuar nga të parët e tyre. Ne bëm një përpjekje të ndërmjetme që ishte ligji 2020, i cili ka avantazhet e tij, por edhe ai ka shfaqur problematika që lidhen me faktin që një pjesë e banorëve të interesuar për tokën janë këtu, një pjesë tjetër nuk janë këtu, duhet të dakordsohen të gjithë bashkë etj. Dhe kjo ka vonesat dhe hallkat e veta të vështirësisë.
Ndërkohë që paketa e maleve nuk është një paket që adreson çështjen e pronës në tërësi, por është një paket që adreson ëndrrën edhe dëshirën për të kthyer tek toka e të parëve, qoftë nga qyteti, brenda Shqipërisë në fshat, qoftë nga jashtë në fshat, përsëri, pra nga jashtë Shqipërisë. Dhe për të investuar aty, kursimet ose fondet e marra me kredi, dhe për këtë arsye kemi vënë dispozicion dhe një linjë të re komplet financimi nga Banka e Shqipërisë, është 250 milion euro në bankat e nivelit 2, me një garanci 70% të kolateralit nga shteti, që kush dëshiron mund ta përdor pikërisht për këtë paket. Mund ta përdor për agroturizëm, mund ta përdor për agropërpunim, mund ta përdor për çfarëdo qoftë që ka të bëjë me investime në territoret rurale, malore ose dhe gjysmëmalore të Shqipërisë. Atëherë, cila është logjika e kësaj pakete, e shpjegoj pak Arbi, logjika e kësaj pakete është që faktikisht pronarëve që quhen posedues faktik, se poseduesit faktik kemi parasysh pronarët, nuk kemi parasysh zaptuesit, që të jemi shumë qartë. Poseduesit faktik që nuk kanë letrat, dokumentat e pronësisë të regjistruar. Janë shumë, edhe janë të dëshiruar që të investojnë, dhe janë shumë në të gjithë zonën e veriut, për ka plot edhe në jug, ka plot edhe në territore të thella, edhe në Shqipërinë e Mesme. Por, nga ana tjetër, ajo që është e padiskutueshme është që nuk ka një pikë të Shqipërisë, nuk ka një 100 metrë shkatror në Shqipëri, kudo qoftë që të vëzhgishtin, edhe në fund të botës, kur i thon fjalës, ku të mos jetë e mundur që të bësh sukses nëpërmjet pikërisht agroturizmit. Ku të mos jetë e mundur që të hapësh një derë dhe të sjellësh njerëz tek ajo derë, pavarësisht infrastrukturës madje, për të shijuar çfarë ti ofron, çfarë natyra aty ofron, çfarë tradita aty ofron. Dhe sot ne mund të flasim bazuar në shembuj. Sot ne nuk flasim më siç flisnim në fillim, kur vum gurët e themelit të kësaj industrie, të kësaj dege të industrisë të turizmit, që nuk ekzistonte fare në Shqipëri, ishte inekzistente. Sot kemi shembull plot. Dhe nuk kemi këtu shembullin thjesht këtu ku jemi, sepse prap këtu jemi në Ulësir, jemi afër liçenit, afër qytetit e tjerë. Po kemi shembuj ekstrem, siç është edhe shembulli i Marianës Neomalsorës, që është një shembull ekstrem, se si në një pikë ku normalisht asgjë nuk të rri, mund të rrish edhe mund të bësh sukses, edhe mund të bësh sukses jo vetëm kombëtar, por ndërkombëtar, me konceptin edhe me dedikimin që ke. Kështu që ideja është që cilido qoftë që e ka pronën dhe që nuk ka sherr me kufitarët, mund të marri nga Këshilli Bashkiak një vërtetim që po, ky ose këta, kjo familje, ose ky grup familjesh, nuk ka rëndësi, zotrojnë të pronë. Dhe me këtë vërtetim, nga Këshilli Bashkiak, është e mjaftueshme për të disponuar një leje zhvillimore
dhe mbi bazën pastaj e asaj leje zhvillimore për të lidhur një marrëveshje me Ministrinë e Ekonomisë, duke paguar vetëm €1 dhe faktikisht për ta regjistruar pronën në momentin kur përfundon investimi, jo përpara. Pra nuk mund ta marrësh edhe ta regjistrosh pa bërë gjë. Duhet investosh. Në momentin kur e mbaron investimin, ti e merr dhe e regjistron. Dhe çdo gjë që mund të lindë më pas në aspektin e një konflikti, është barë e shtetit nëse lind. Po normalisht, situata, se po shoh një tim këtu që është një protagonist i transformimit të Thethit, situata për shembull e Thethit, ku në një periudhë kohë të caktuar janë bërë zhvillime pa leje në prona legjitime, pra aty ku realisht kanë pas pronën, dhe ku nuk është prodhuar konflikt për shkak të kësaj, tregon qartë që në përgjithësi mjafton syri i Këshillit Bashkiak dhe administratës bashkiake për të verifikuar jemi në kushtet e një trashëgimtari të ligjshëm të asaj prone apo jemi në kushtet e një mundësie për konflikt. Dhe kjo procedurë është shumë e thjeshtë. Faktikisht është njësoj si ti jesh pronar edhe të kërkosh leje për zhvillim. Ka dhe një gjë tjetër ekstra që është bërë jo pa qëllim, që 500 aplikantët e parë në momentin që do hapet thirrja, dhe thirrja do hapet në momentin kur bashkitë do kenë depozituar në Këshillin e Ministrave nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, do kenë depozituar nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, mos e bëjmë të po në Ministrisë akoma më thjesht, se Ministria e Ekonomisë ka burokraci. Përmes Ministrit Shtetit për Pushtetin Vendor, do kenë depozituar hartat ku do të bëhen këto zhvillime si fillim, dhe mbi bazën e këtyre hartave do hapen thirrjet, pra do hapet rruga, dhe 500 aplikantët e parë do kenë 10 vjet pa asnjë lloj detyrimi ndaj shtetit, përveç kuptohet sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Vetmja gjë. As taksa, as TVSH, as gjë, 10 vjet. Një incentiv që nuk e ka asnjë vend. Dhe që, me thënë drejtën, e kemi bërë dhe pak me shtrëngim me FMN-n e Kudiun, sepse është një përjashtim total nga çdo gjë. Por besoj që ja vlen, dhe besoj që në momentin që kemi 500 parët dhe fillimi i realizimit të këtyre 500 agroturizmave të parë, pastaj të tjerët vazhdojnë normalisht me të njëjtën metodë, por do vazhdojnë të kenë atë barën fiskale njësoj siç e kanë agroturizmat sot normalisht, me TVSH 6% dhe me taksa shumë të ulta për hir të vërtetës. Tani keni parasysh që në vitin e kaluar ka pasur 5.5 milion vizitor në parqet kombëtare, që është një shifër e jashtëzakonshme. 5.5 milion vizitor në parqet kombëtare, që ne i kemi të matshëm tani më, sepse nuk janë si dikur, po janë të matshme. Një pjesë e parqeve janë me bilet, një pjesë e parqeve janë me instrumenta që pikërisht për të matur flukset, dhe do të thotë që 5.5 milion janë faktikisht potencialisht klient të një rrjeti agroturizmi që gjendet aty rrot.
se gjëja që do të donin, një pjesë e tyre, mos gjithë, do të ishte që ta vazhdonin ditën diku aty rrotull dhe të shijonin diçka më shumë se sa të ktheheshin prap andej nga kanë ardhur. Dhe ajo që është akoma më interesante është që 1.3 milion janë qarkun e Shkodrës. Në zonat e mbrojtura të qarkut të Shkodrës është shumë. Dhe rritja në krahasim me 2023-shin është goxha e madhe, ndërkohë që rritja në krahasim me 2022-shin është eksponenciale. Pra Shkodra është hapur, edhe është bërë destinacion, ka shumë më tepër potencial, nuk diskutohet. Po nëse në qarkun e Shkodrës, që ka gjithë këto territore fantastike malore, do të ndigjet shembulli i Thethit, do të ndigjet shembulli i disa investimeve shumë të bukura që janë bërë në Malësinë e Madhe, do të ndigjet shembulli dhe i ndonjë investimi të bukur që është bërë në Bahun e Tejës. Do të jetë vërtet bekim i madh për Shkodrën, por do të jetë bekim i madh dhe për ata që do ta marrin përsipër këtë, dhe që mos rrinë andej jashtë që të punojnë për tjerët, apo që punojnë dhe për vete, po edhe një kafe me shije nuk e pinë dot atje, edhe për të bërë një muhabet duhet presin ditën e diel, edhe për ta gjetë tavolinën e muhabetit duhet bëjnë 2 orë me shku e 2 orë me ardhë. Do me thënë, i bi jo me shku për të bërë muhabet, po me shku në boks. Se kështu janë distancat dhe kështu është pa harruar që koha më e bukur atje është kështu. Kështu që nuk besoj se ja vlen gjithë kjo gri e madhe në jetën jashtë punës, thjesht dhe vetëm për të qëndruar atje dhe për të punu, ndërkohë që duke ardhur, duke investuar dhe duke punu këtu, e ka treguar historia e këtyre njerëzve. Unë isha dje kur u kthyem nga Gjirokastra, në Tepelen, tek ai ndërtimi hoteli që ka bërë një emigrant i kthyer nga Londra, ishte plot, shiu, jashtë njerëzit brenda. Plot. Dhe po të pyesësh atë, e tregon vetë ai se sa i lumtur është që ka marrë vendimin të kthehet në Shqipëri edhe të investojë kursimet e tij në Shqipëri. Tjetra që dua të nënvizoj për pa ju marrë shumë kohë, është që agroturizmi, zhvillimi i këtij rrjeti do të stimulojë shumë prodhimin. Po prodhimin e cilësisë të lartë, prodhimin bio, prodhimin e kushtueshëm. Dhe nëse sot agroturizmat janë, si thosh, një ofertë më e lirë, me hyrjen në Bashkimin Evropian, do jenë një ofertë luksi. Nuk do jenë hajtë se po shkojmë të ham pula në fshat. Do jenë një ofertë luksi, siç janë në të gjitha ato zona të Italisë, apo të Austrisë, apo të Francës, apo të Gjermanisë, ku është shumë e vështirë të gjesh vende para, dhe e dyta është vërtet një ofertë speciale, sepse të ofrohet një moment jashtë rrëmujës, jashtë rrëmetit, edhe në mes natyrës, edhe me gjithë ato gjëra që nuk i gjen më dot në jetën e përditshme të qytetit, përveç se në shtëpi. Ndërkohë që po ashtu duke zhvilluar
këtë lloj ekonomie, do të hapet rruga për të zhvilluar dhe produkte eksporti bio, për shembull, në disa pika tani prodhimet e vajit të ullërit të agroturizmit kanë filluar të shesin jashtë, si prodhime speciale, jo si prodhime në masë. Këto normalisht duhet ju vlejnë gjithë atyre që janë në dilemë dhe besoj që shembujt e shumë, ne kur kemi nisur këtë përpjekje, nuk kishim 1 ose 2 agroturizma, po faktikisht sot kemi afro 250 të tillë. Dhe një pjesë e madhe janë mbështetur nga qeveria nëpërmjet programeve të AZBR-s, një pjesë tjetër janë bërë vetë. Ne do vazhdojmë mbështesim dhe besojmë që kur të kryhet dhe kjo 500-ja që kemi parapar, atëherë do të jetë shumë më lehtë për të ecur, edhe do të jetë shumë më lehtë për bankat për të financuar. Por sot që flasim, bankat kanë këtë instrument në dorë që e kemi siguruar me Bankën e Shqipërisë. Dhe sot që flasim, kredia për të zhvilluar një ndërmarrje të vogël dhe të mesme ku fusim këto agroturizma është nën 3%. Një kredi nën 3% me një kolateral të mbuluar në 7% nga shteti dhe më pas ne do shohim dhe instrumentat të tjerë. Kemi kaluar edhe projekt ligjin e Bankës së Zhvillimit, më në fund do kemi Bankën tonë të Zhvillimit, që do të jetë në dispozicion pikërisht të gjitha atyre sektorëve dhe të gjitha atyre sipërmarrjeve që nuk janë dhe aq lehtë të financueshme nga bankat tregtare që duan fitimin sigur të jetë një bankë zhvillimore për të nxitur financimin dhe investimin në sektor që fillimisht mund të kenë risk më të lartë ose fillimisht mund të kenë nevojë për shumë më tepër kohë për të bërë interesant për banka. Këto ishin ato që donim të ndanim sot. Sigurisht që paketa e maleve ka nevojë për promovim, ka nevojë për informacion, dhe mbi të gjitha ka nevojë që tani institucionet, dhe në rastin konkret bashkitë dhe qeveria, të tejkalojnë gjithë të procesin e bërjes gati të gjithë atyre territoreve ku do të bëhet fakt kjo paketa. Një nga arsyet që është menduar kështu që mos lihen gjithë ku ka mal, hajde, është edhe për të krijuar balancë me zonat e mbrojtura, por natyrisht që kjo do të jetë në çmimin e bashkive, e kryetarëve të bashkive. Ata dinë edhe ku janë kërkesat më intensive, dinë edhe ku janë përqendrimet më interesante, dinë edhe çfarë ka me diasporën si kërkesa konkrete, edhe t'i japim një shtytje dhe ta promovojmë edhe ta realizojmë dhe të bëjmë që në 4-5 vite të ardhshme të kemi një rrjet agroturizmash që do të sjellë shumë më tepër turistë në male, por jo thjesht në numër, sepse sot ka shumë turistë në male, por shumë më tepër turistë që shpenzojnë më shumë në male. Kjo është ajo që duhet të realizojmë. Që gjithë përpjekja është si t'i bëjmë të lënë më shumë lekë në Shqipëri. Shumë faleminderit.
Tani nëse ka një pyetje nga protagonistët i veç i këti ta thy akullin se është mësuaj, i veç. Po, fix. E di edhe Greci se kush është ai që duhet t'japë mikrofonin. Përshëndetje gjithë. Faleminderit zoti kryeministër. A ka mundësi të thush se një minutë se shoqyrit kam këtu dhe live, ka mundësi të thush që se më kanë bërë Barsaleta këta kaneta që më tregosh historinë e atje në theth që i çoni lek njerëzve që keni jashtë. A ka mundësi ta thush? Po, është vërtet. Trego tamam, trego. Atër ne kemi njerëzit tanë, kemi vëllezërit edhe kushit, si janë në Gjermani, në Itali edhe në disa vende të Evropës. Edhe për momentin jemi t'ju lutë, t'ju thonë, hajde një kënese, s'mu nimoj ma me tarna nga Shqipëria, se keni mundësi me arë me i ba këto. Për në zhvillimin, unë po flas për thethin, ne para shumë vitesh ishim 20 familje si kishim si turizm, me bujtina me shtëpiat si na kanë trashëgimnuar nga familja. Kurse tani jemi ba mbi 300 familje si janë kthyer nga gjithë bota, nga gjitha qytetet edhe janë ba pjesë e vendit për të zhvilluar turizmin. E para herë, se tani kush di çdo të thonë për ty tani. Më përgatitu, po s'ka problem për ty, reklama është punë e madhe fort ti. Po e para, Thethi është një fshat shumë i largët në thonjza, por jo dhe i afërt. Dhe është fshati me numri më të madh të rinjve që unë kam parë herë në Shqipëri. Domethënë në Theth ti mblidhesh me njerëz, edhe aty 90% janë tri. Dhe çfarë janë ata tri që janë aty? Janë pjesa më e madhe sipërmarrës. Të njëjtën gjë kam pa edhe në Sarandë, po gjithsesi Saranda është më shumë, si thush, e populluar etj. Në Theth, të vajzat, djemë, gra, burra që janë kthyer, ose nga Tirana, kanë hik nga Tirana, kanë shku atje, ose nga jashtë, edhe që praktikisht kanë ndërtu atje një destinacion, që është destinacion ndërkombëtar. Dhe tani kanë ambicje të bëjnë investime të tjera, shqyr u zgjidh dhe problemi i regjistrimit të pronave, të shtëpive, se i kishit pa regjistrume, tani ata mund t'i përdorin edhe si kolateral. Besoj që këtë linjën e financimit të Bankës së Shqipërisë mund ta përdorni me shumë lehtësi. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme është që pagat në Theth, kjo është pak po e sigurt, janë më mirë se sa pagat në Greqi. Dhe jo dhe në kaq, po për te kësaj, të gjitha ata që shkojnë dhe punojnë në Theth për pjesën e shërbimit, e kanë falas qëndrimin, parafjetjen, ushqimi nuk diskutohet, dhe pagën. Pra, në Sarandë, njerëzit që shkojnë për të punuar në turizëm, ikin në fund të sezonit me 30-40 mijë në xhep. Pas një egzagerim. Sepse janë pagat mira, janë bakshishet, etj. Kështu që është shumë pozitive kjo gjë për ata të cilët qëndrojnë në një kohë më të gjatë. Dhe kur them fundi i sezonit, kam parasysh një shtrirje të gjatë kohe. Kurse ata që janë në një kohë të shkurtër në sezon, përsëri dalin me një fitim që nuk e kanë në vendet nga ku e shohin Shqipërinë, sikur është vend që nuk shkohet, nuk punohet, nuk bëhet etj.
Ja pak ti është një nga Mirdita këtu, nuk e njefti këta, je beqi. Është një demokrat nga Mirdita. Faleminderit zoti kryeminist. Jo, e ka vështirë me ngrejtë, se është demokrat, po. A mërë qohë, mërë burë. Ky është një nga pionerët edhe nga protagonistët më të shkëlqyer të botës verave, edhe të botës së re të verave shqiptare, që tani kanë filluar të bëhen gjithmonë më të kërkuara, edhe është kantina e Arbrit, vera Kalmet, tash këtë reklam ti nuk e pagush do të nasi televizion, kështu që mos u streso. Ndjem vërtet i privilegjuar që jam sot këtu për të marrë pjesë në këtë nismë. Ngrej qik zonë, mëse nuk e ka që të ullë Të zonë. nisëm të qeverisë. E kam qenë momenti që është lançuar si nisëm, të jemi sinqer, e kam ndjek herë mas here, jam i interesuar, jam mbështet, kam mbi 20 vite që kam një aktivitet agroproponimus në vreshtari dhe agroproponim të verave. Eksportojmë, ja, koincidencë, po dhe sot kam bërë një eksport për Gjermani, eksportoj në Amerikë, eksportoj në Gjermani dhe disa vendet të Bashkimit Evropian. Jam edhe në pragun e hapjes një struktura agroturistike në Mirdit, në Reshen. Është një strukturë, jam mbështet nga projektet, nga fondet e Bashkimit Evropian, edhe nga SHPR-ja. Jam përfundim, besoj për 20-25 ditëve është struktura gatshme për shërbim. Ajo që doja dhe jam ndoshta i ashtu për këtë pjesën e paketës. Mirdita është një territor që është një territor shumë i hapur, me shumë pak banor në për zonë, dhe bën infrastruktura bën të pamundur hapjen e aktiviteteve të tilla. Janë me mbështetjen e një austriake, është një Mariana Graf që ka bërë një punë të jashtëzakonshme në promovimin e turizmit Mirdit. Por turistat vinë, dalin maleve, siç thatë, e theksu dhe ju zoti kryeministër, por duhet shërbim. Dhe atje mungon shërbimi. Kemi ca zona shumë të mira, mund të them, dhe se përkrahasohen edhe me zonat e mbi Shkodrës, Thethit e tjera, që është Oroshi i Mirditës, një ndër zonat me shumë histori. Me shumë histori dhe një ndër zonat e mira është pjesa e rruge që shko për Lur, por infrastruktura mbase duhet mendu dhe duhet Po rrugën e Lurës se kemi vënë në vijë. Rrugë e Lurës e di. Pjesa e Oroshit do të thoj është në 100 fshatrat, është promovuar, është propozuar domethënë dhe është pranuar në 100 fshatrat atje dhe mendojmë dhe shpresojmë shumë, di që janë shumë aktorë të interesuar për të investuar atje. Por për arsye të infrastrukturës, me thënë të drejtën, është e pamundur. Unë kam negociuar shumë me bashkinë, kam ofruar dhe ndoshta dhe mundësi financiare për të bërë një projekt për rrugën e rrugë sa është ajo pjesa e historike e fshatit Oroshit edhe Nënshetit, ndoshta edhe për një financim me bashkinë për të bërë një projekt për t'u asjell. Shpresojmë që në kohën e dur, kur t'jetë mundësia, të marri rrugë. Me që jam prodhues, do më lejosh dhe Ministri i Ekonomisë është këtu, një sugjerim. Shteti, qeveria i jep para për agrobiznesin. Nëpërmjet fondeve të ndryshme, siç janë projekte të ndryshme i parë dhe buxheti i fondeve të qeverisë shqiptare. Ne si prodhues, nuk them për veten time, unë flas besoj në emër të gjithë prodhuesve shqiptarë. Nuk mund t'i vesh kusht
ati që e ka financu vetë një biznes, që është ky biznesi këtu. Por ati biznesi që qeveria e financon, e lehtëson me taksa, si përmendet dhe ju, e lehtëson me taksa, e lehtëson, duhet t'i japi t'i ve edhe një pikë, kjo është për ju, zoti Gonxhe, një pikë që 50, 30, 40% të produkteve t'i ketë shqiptare. Jo të mija, asnjë mos të marrë, po të marrë produkte shqiptare. Pra unë, para 3 vitesh, po e them këtë, në Valbon, asnjë restorant nuk kishte verë shqiptare. Sot, 70% kemi arrit që futet verë shqiptare. Mi pra, po e keni arrit sepse e keni arrit, jo se i kemi vënë në kusht, pra është se ku do ta gjeshim verën në Valbon ata. Jo, unë them për ato që financohen, mbështeten nga shteti. E kuptoj, po Ato që financohen, mbështeten ti vesh di kusht. shiko, unë Jo kusht, më fal. Unë jam socialist, por nuk jam nga ata socialistët që besojnë shumë ke ndërhyrja e shtetit në çdo gjë. Unë besoj që produkti i mirë shet veten e vet, edhe juve tani për shembull, edhe ju patjetër kantina juaj, po dhe disa kantina të tjera, se unë e njoh dhe verën se e pi 33.000 euro, e ke parasysh se çfarë njohjet verës kam. Realisht keni bërë kapërcim epokal me verën dhe praktikisht bile, se desha, po ta them se një natë, një që ka një dyqan verë në Tiranë, e ke edhe në Facebookun tim, po desha me pa, u anku se më tha, këta të vëndit ta, e kanë përmirësu shumë dorën, po e kanë rritë shumë çmimin. Do me thënë, si pas ti, në Tiranë, nuk e di. Nuk besoj. Nuk e di. Nuk e Po, unë Nëse kjo është një besoja që e thoni ju, por nuk e besoj se kjo është një ide që ne do ta shohim, unë nuk besoj ke detyrimi, e di pse s'besoj ke detyrimi. Jo, më fal, jo kusht. E di pse s'besoj, se çfarë do ndodhi. Do t'i thush, do ta shesh se do kesh 40% produkt shqiptar, okay. Pastaj do ta kontrollosh. Kur ta kontrollosh, do t'i sjellësh inspektorët. Kur të vinë inspektorët, do duhet që ata t'i provojnë produktet vetë. Masi të provojnë produktet, do duhen edhe në një shpenzim për rrugën. Se e thash, Edhe masi, po si ishte infrastruktura mirë, do kërkojnë edhe në një gjobë për dhimbje koke. Kështu që, kurse me incentiva, po, mund t'jetë varianti me incentiva, që do keni këto incentiva nëse shisni produkte shqiptare. Por ajo që është pak po e sigurt, besoj që e ke pa dhe me agroturizmin tatë se t'lash në kom, po shqyqyr se demokratët të rrinë njerë në kom, se ngelëm ne në kom të i bëjë zmet demokratëve. Besoj që e ke pauze që vetë momenti që ti ke atë agroturizm atje, unë do vita shohë, se më ka thonë që ke bërë gjë fantastike, patjetër që kjo do stimuloj edhe të tjerët rreth rrotull, se ty do stimuloj t'i shkosh aty, ata do vinë t'i sjellin tek ti. Për shembull në Maliaj, ai që e familja që kishte bërë investimin në Vajën e Ullirit, praktikisht kishte 400 pronar ullish që kishin pak ose shumë rrënjë, po ata tani e kishin destinacionin aty. Pra, edhe zotnia këtu besoj që përfiton nga qa ka zona rreth e rrotull, sepse e kanë këtu, e kanë gati, vinë e shesin këtu, ose shkon ja merren atje, kështu që është zinxhir. Megjithatë janë të vlefshme patjetër, të falenderoj. faleminderit atëherë dhe unë. Megjithatë zotnia kot tashun se ti ja bën e gruaja të gjitha këto punë këtu. Ky vetëm mban derën hapë dhe pret e përcjell njerëz. Do në njëri tjetër të thotë diçka? Kemi nga... Po, Bira pak është kryetari i Bashkisë Kukësit tu. Ka bërë gjithë këtë rrugë për të ardhur këtu, kështu që jepja pak mikrofonin. Përshëndetje të gjithëve. Jo më ulë se je okay. Unë në rraf parë në emër të banorëve të Qarkut Kukës, Bashkisë Kukësit, duhet falenderoj qeverinë, kryeministrin për këtë nismë, e cila përcjell në vetvete një nivel të qëndrueshëm ekonomik. Kjo paketa e maleve është e mirëpritur në Kukës, sepse gjatë kësaj periudhe kohore, 30 vjeçare në Kukës
ka shumë të ri emigrant që kam pas kontakte në Londër, në Belgjikë, duan të kthehen në vendlindje, të investojnë dhe në vetvete paketa e maleve është e mirëpritur nga gjithë banorët e Kukësit. Kjo për shkak të një rrjeti zinxhir që ka të bëjë me punësimet, me zhvillimin ekonomik të zonës, me rritjen e turizmit dhe më kryesore që do jetë gjatë kësaj periudhe 10 veçare e cila do të testoj bizneset e zonës, ka të bëjë me zinxhirin blegëtoral bujqësor të cilat do furnizojnë këtë sipërmarrje dhe unë ju falenderoj në emër të banorëve të Kukësit. Është një paketë e cila është e mirëpritur, të rinjt emigrant me zi presin që të kthehen në vendlindje të investojnë në zhvillimin e turizmit, në zhvillimin e Kukësit. Faleminderit shumë. Tani kryetarët mbetet vetëm që juve, drejtuesit e bashkive, të uleni me ato drejtoritë e planifikimit urban, të nxirrni territoret ku do përcaktoni hartat ku do hyjnë fuqi paketa dhe në bashkëpunim me ministrin t'ia përcjellin qeverisë, qeveria t'i miratoi si zona zhvillimore me përparësi ku funksionon ky ligj. Pra, ky është ligj i posaçëm pikërisht për gjithë ata njerëz që kanë një lidhje me malet për t'ju hapur rrugën që në male të bëjnë ekonomi, të bëjnë sukses, edhe të ndihmojnë dhe Shqipërinë, sepse do jetë një gjë e madhe për Shqipërinë të ketë këto pikë, këto qeliza në të gjithë territorin për të futur sa më shumë turist, sa më thellë territorit të vendit, se siç e patë statistikat, të ardhurat nga turizmi kanë qenë shumë të larta dhe do vazhdojnë të rriten, por janë të ndara disproporcionalisht midis bregut, të detit edhe malit. Dhe unë personalisht e kam bindje këtë gjë, koha do ta tregoj, përgjithsisht këto lloj llafesh më dalin, jo se hedh fallë, po sepse ditnat këtu e kam mendjen që në momentin kur malet do të zbulohen nga turistët e të gjitha kategorive, se sot janë zbuluar nga ata lloj turistësh që janë me çantë gra. Po kur zbulohen nga turistët e gjitha kategorive, do jenë miniera e vërtetë e të ardhurave të Shqipërisë. Jam i bindur 100%. Siç ka vende pa det të tjera, që mos i përmendim gjitha me radhë, që kanë turizëm malore dhe kanë të ardhura maramëndse. Por duhet t'ju japim një ofertë të diversifikuar, që dhe ai që vjen për alpinizëm e ka atë kanalin e vet, po dhe ai që vjen të rri dhe të relaksohet në një agroturizëm me gjithë ato komoditetet në mes maleve, e ka dhe ai mundësinë e vet, po edhe rezortet e skive që shpresoj vendi më i bukur edhe më i sigurt për të pasur rezort skish të super suksesshëm është Kuksi. Por aty thjesht duhet presim në Korç na ka ardhur një ofertë shumë e mirë, propozim shumë i mirë, me ato po merremi, por në Kukës akoma nuk kemi një propozim të qëndrueshëm dhe aty në Kukës mund ta bëjnë vetëm ata që janë vendas, bashkë me partnerët huaj kuptohet, po duhet patjetër të jenë dhe vendasit aty. Faleminderit kryetar. Jeve pak dëshim me fol. Dëshim me marr hak, po mos. Unë di që ti hall me fol gruaja, po jam malëcorën e kam lanë jashtë gruaja. Gruaja punon. Ti e ul këtu, flet me mua. Gruaja është po ti s'ka ditë tjera me pa mua, jam unë puna e bën qef. Herë mirë se keni ardhur gjithëve. Jam kurse më njeftuam Gzim Hysaj. Jam një iniciator që kam ardhur me investuar në këtë vend. Kur kam ardhur këtu, faktikisht shumë njerëz më kanë thënë që je budalla. Zakonisht edhe më thonë, po unë kam ba punën edhe teme. mu ma kanë thonë shpesh kur jemi bashkë. Unë kam ba punën teme. Pa edhe fatin që djali i fitoj do lek, më shteti, edhe unë kam ardhur dhe kam ndërtu këtu. Jam në vitin e 4.
unë ma shumë kam kërkesa se falënderime, se jam tipi tillë. Unë shëgjyrë të takova, faktikisht, për me bëjë një biznes me hecë paran, e kena më dorë ne, nuk mund ta keni më dorë ju si qeveri. Se këtë barakën, këtë që kam tu, jemi ne që duhet me qumë për para. Politikat ekonomike, masanej, i dini ju, edhe unë thëmë që Shqipëria, se unë kam jetu 27 vjetë e gjysë jashtë. Politikat ekonomike në Shqipëria janë shumë favorevole, besoj. Me sa di unë, edhe me qa më kanë këshillu jashtë, para se me investu, duket vetëm Macedonia ka një barë fiskale më të letë se ne. Jo, nuk e kam atë letë, jo. Nëjse, këtë informacion E ka pas, por nuk e kam. Kur kam fillon, ata e kanë partë, ne e kanë dytë për barë fiskale. Me gjithë atë unë kam ardhë, kena punu me restorant me arët gruja, unë me arë me nërtimin, që mos të marrë dhe shumë kohë. Unë kishe një kërkes. Njerëzit të unë kanë ardhë, bagi, gjatë verës, unë kam punu, jam kanë plot. Sa që të them, unë kam 19 dhoma të faturume, kam gjatë vitit kalum 116.000 euro vetëm me 19 dhoma. Vitit kalum, ku pjesa ma malla është ba në verë, se gjatë dimrit jena e fije ma këshu. Ta shti unë për me flasë për një, unë bëj interesat e mija, gjithë kush duhet me bëtë vetat. Unë me deshtë me punu dimrit, këtu unë duhet me pas akses në liqen, ligjërum, se turizmi gjithë e pëlqen liqenin. Jemi në breg, një mbështetje për unë ka një vi këtu, kam zgjeru, edhe menimin e bashkisë zotit Tonin, nuk e mohoj, por turistat e kërkojnë, jo me kano, jo me dalë, jo me pas një skaf, me zjarë njerëzit me bo një gjiro, se është pjesë shumë e madhe. Me fjalë, është diçka që në botë... Po qarë pengese ke? Pengese unë kam këtë vinë, gjatë ujë këtë lëvizë. Dime e verë këto ka shumë disë nivel. Si mjetë e keni të dhu me bashkinë. Por, gjatë dimit kjo myllët, se dalga ujë këtu vjenë. Po që të bëjmë ne? Që du të bëjmë ne, mo? Me ba, unë kishe të dashtë. Ja se sjarove me grurë, më Jam asë shpesas në një. Ti dike qa do të dike si bëhet. Jo, di si bëhet, se unë teknikë rëtimit. Po më thuj. Du një mështetje me partneritet, me bashkëpunim, investimit mija tujat, që të bëhet diçka për gjithë. Një mol. Një mol. Oke, kuptova. Se është, për shambull, jo, shkretin, kam thonë dhe herë tjera, unë s'mu rri pa i thonë. Tonini thot, ishala po kap ti në mështetje nga qeveria, se Franet thot thue, se Tonini ka halë në vetë. Jo, pëse vje marë, unë s'jam të kërku gja, unë kam investu lek të familjes tu. Unë të shi kërkoj një akses në liqen, se është mirë në gjithve. Për shamu, pëse unë kam planifiku me blej një skaf nga këto me 2 shuk për pasagjer, pëse mos të bajnë të avej një skaf të jemi në privat, tu me morë për këtu të ura buzë 2 dit, me i pru me bilet simbolik ose heq, edhe tjetër kërë vinë të unë e fitoj lek se ka me hongër buk, edhe është bukur, ne mund shkojma ne, ata mund vinë të një turist, e ka një kjo liqeni, është pasuria rrallë. Po kemi fillu ta përdorim me liqenin, se ishte i papërdorën, ta që kemi fillu me edhe molin e ri e pash, sot e pash molin e ri që është bë, domethënë edhe këtë molin këtu, Tonin, mos më shif mu. Po pra se ti rri pret ma kërkoj gruja gëzimit, po. Do ta bëj, është e bë me kjo, do ta zgjidhim. Po ka dhe një gjë tjetër që unë besoj, duke pas parasysh çfarë kanë ata që bëjnë sukses në turizëm ndimër, ka dhe një element tjetër që duhet me pas parasysh që ka shumë potencial, që është turizmi i si i thonë Shqip wellness, që është turizmi i fizioterapis, i shëndetit, i masazheve,
për shembull ti Unë i kam projekt. YTBir me siguri ka plot njohje me fizioterapista edhe për rikuperim të sportistëve të dëmtuar, edhe për njerëz që vinë për të rikuperuar. Domethënë ajo është një zonë e industrisë që po merr gjithmonë më shumë hov. Madje pash disa materiale nga një konferencë e madhe që ishte bë e hotelerisë, edhe kanë fillu hotelet me besyje të fusin komponentin e analizave mjekësore e këtyre formulave të pastrimit gjakut e tjerë. Kështu që duhet pak kjo, në dimër një komponent shëndeti e bën shumë atraktive një zonë si kjo ose çdo lloj zone malore. Unë të projekti parë kam një spa shumë modern. Vajze flasim më mbrapa, se jemi live. Si doni. Si dion të punë. Live. Shumë faleminderit. Shtëpia e gjyshit është harruar, aty ku ke kujtimet më të bukura, ajri i pastër, bari i njom, kërcitja e zjarrit. E ke menduar ndonjëherë se kjo tokë mund të bëhet mundësia jote e artë? Ktheje në një bujtin që mirëpret vizitor. Hap një agroturizëm ku tradita takohet me të ardhmen. Krijo një qendër aktivitetesh malore dhe sportive. Me paketën e maleve ti nuk je vetëm. Procedurat të thjeshtuara pronësie dhe ndërtimi. Lehtësira fiskale për investimet malore. Turizëm gjithsezonal dhe zhvillim ekonomik. Kthimi diasporës. Paketa e maleve është ura që lidh të drejtën zakonore me pronësinë e ligjshme dhe të investueshme. Nga tokat e të parëve në biznesin tënd të së ardhmes. Puno dhe jeto aty ku ke zemrën.